Prit, ngriuni për vendin tuaj. Presidenti Trump ka shkarkuar prokurorën e përgjithshme, ka zgjatur shumë. Ka kaluar një vit dhe kur kemi parasysh se Trump kërkon të sundojë përmes kaosit, janë dhe disa sekretarë të departamentesh tjerë që mund të shkarkohen së shpejti. Në diskutim është Kash Patel, drejtori i FBI-t, Lutnick, sekretari i tregtisë, si dhe i departamentit punës. Bondi do dilte në Senat një hearing në 14 prill dhe do të tryshnojë shumë nga senatorët, kongresmenët për dosjen Epstein. Bondi do të mbahet mend si prokuroria përgjithshme më e keqe në 100 ditët e fundit. E ktheu departamentin në armë politike kundër armiqve politik të zotit Trump. Por nuk arriti çështje shumë dobta ndaj ish drejtorit të FBI-t, me Bolton dhe me figura tjera politike, ish drejtorin e CIA-s dhe ish prokurorën e përgjithshme në New York. Ka një histeri të madhe të medias amerikane ndaj suksesit ushtarak të presidentit Trump në misionin ndëshkimor ushtarak në Iran. Po të shikosh mitingjet e fundit, New York, Philadelphia dhe në Los Angeles, shikon diçka që nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Kur vendi është në luftë, kombi bashkohet. Në New York, për herë të parë kanë dalë në protesta me drapër e xhekan. Kjo nuk kishte ndodhur kurrë. Në Philadelphia, në qoftë të shikon protestuesit, shumica e tyre janë musliman nga vendet e lindjes mesme, me maska, ndërkohë që protestonin për policinë e emigracionit mos mante maska, ndërsa në Los Angeles është kërkuar vdekja e presidentit Trump. Pse është kjo histeri e të majtës amerikane? Në qoftë se këtë luftë, këtë mision ushtarak do ta kryenin të majtët, media do të bënte tifozlik, do t'i mbështeste. Obama ka dërguar 500 dronë vrasës në kufirin Pakistan me Afganistan. Askush në media nuk ka qenë kundër kësaj. Obama ka bombarduar Libin 7 muaj rresht. Trump është vetëm 1 muaj. Media, e cila në të shumt kontrollohet nga majta, ka qenë pro tij. Ja u thash dhe dje që në aspektin ushtarak, operacioni ka qenë brillant. Janë mbi 30.000 bomba të hedhura dhe 25.000 objekte që janë shkatruar. Por Trump nuk i siguroi amerikanët, Wall Streetin, kur tha që duan dhe 2 or 3 weeks. Ky është metri i tij gjithmonë. Do të vazhdoj të bombardoj infrastrukturën e Iranit. Në qoftë ai që do të kontrollojë ngushticën e Hormuzit, ai mund të thotë që jam fituesi i luftës. Trump mund të largohet, mund të thotë që jam fitues i madh, por në qoftë se Hormuzi mbetet në kontrollin e radikalëve të çmendur të Iranit, kjo nuk është fitore. Nga e majta ka që thonë që Irani provoi që ka ikur kohë që bota të ketë frikë nga fuqia amerikane, në qoftë se ata nuk fitojnë. Por, siç ja u thash, janë vrarë me dhjetra, me qindra nga drejtuesit e këtij shteti terrorist dhe nuk dihet realisht numri i raketave dhe shtretëve të raketave të shkatruar. CNN është vetëm kanal amerikan që ka reporter të lejohen nga Ayatollah Mullah. Është njësoj si në kohën e luftës së dytë botërore, Hitlerit lejonte një gazetar amerikan. Dhe ata dje kanë dalë me idenë që Irani ka ende gjysmën e shtretërve të raketave dhe gjysmën e dronëve. Problemi tjetër është uraniumi me 460 kg i mbetur i groposur. Destrojeri i madh, luftania e madhe Ford nga riparimet në Kret po kthehet. Trump mund të dërgojë një grup ndëshkimor për të marrë uraniumin, mund godas dhe ta shndrojë në plur atë Carl Island që kontrollon Hormuzin. Duket që Trump
ka probleme, ndaj poston vëmendjen me shkarkimin e bondit. Natyrisht, ato që kontrollojnë këtë vend janë sipërmarrësit e mëdhenj, Wall Street. Çmimi i benzinës ka shkuar dhe $4, 4.20 galloni, si asnjëherë, por nëse shikon dëmet që ka marrë ekonomia dhe tregu europian, këtu në Amerikë ende nuk është ndjerë. Dhe kjo i jep kushte më komode Trump që të përshtatet dhe të mos deklaroj me njëherë tërheqjen e trupave. Por Wall Streeti e ka ndjerë goditjen. Kërcënimet që Irani bën edhe ndaj Shqipërisë janë reale. Rama duhet kuptoj që personalisht është objektiv për ta vrarë me atentat. Agjencitë e gardës kombëtare nuk falin. Kanë dashur të vrasin Pompeo, Bolton, presidentin Trump. Njihet vrasjet e tyre kudo në Europë dhe në botë. Shqipëria është rrezikuar edhe për 3.000 iranianë të opozitës marksiste Manzës, ndaj nuk ka që të sillen në këtë mënyrë indiferente. Shqipëria ishte vendi që provokoi, duke bërë rezolut në parlament, kur nuk ja kërkoi askush, ndaj është target i të çmendurve të Iranit. Megjithatë, gjithkush mund të thotë që nga të vendet e NATO-s, parlamenti shqiptar ishte më afër zotit Trump. Ne duhet të jemi me Amerikën. NATO gaboi. Nga NATO duhet vetëm që ne jemi me ju, ne ju mbështesim ju. Se faktikisht NATO nuk ka ne fuqi të madhe të mbështesë zotin Trump. Ushtri në NATO mbas Amerikës vetëm Turqia ka. Por të mos lejosh në bazat e NATO-s avionët amerikanë që janë në një luftë me një regjim të pamëshirshëm, kjo nuk është vetëm e turpshme, por është një vetë shkrirje e NATO-s. Trump teknikisht i ka të gjitha fuqitë që të dalë nga NATO. Nuk e ndalon askush, sepse është traktat. Presidenti hyn traktat, del në traktat, siç doli nga organizata ndërkombëtare e mjekësisë, nga endotjes të ambientit në Paris. Trump është një president atipik. Do të ketë pasoja për zgjedhjet e mes mandatit, varet se shikon. Nga 335 poshtë në Kongres, vetëm 17 janë ato që mund të ndryshojnë. Të tjerat janë me dekada dhe nuk luajnë. Dhe demokratët dhe shikojnë që edhe pse është rregullsi që në mes mandat presidenti u mbet Kongresin, demokratët shikojnë vështirësinë që të fitojnë. Nuk kanë alternativë. Nuk kanë alternativë për president, dhe dobët janë rëngarë në Senat. Do të ishte një shuplak e madhe ndaj tyre që Trump fitonte Kongresin dhe Senatin përsëri. Ekonomia ishte shumë mirë para luftës, mund të ristart përsëri, dhe Trump në fushat dihet që është disa gratë sipër demokratëve, të cilët janë marrë peng nga ekstremi radikal i majtë, me ide socialiste, si rasti majorit New Yorkut, dhe skandalit, si që thash, drapër e që kanë në Manhattan. Në qoftë të shikojmë se çfarë po ndodh në Shqipëri, duket si liza në botën e çuditërave, domethënë të dalin figura kryesore të politikës, Spira Pali, Salinjani, tregon që politika ka rënë poshtë. Nuk mund të ri pa theksuar që pozitive nderimi 2 prillit. Ka patur vite që s'ka shkuar kush nga Partia Demokratike të kujtoj ata heronj. Nuk janë thjesht 4 të vrarë, janë plagosur me 50-60 vetë. Do t'i kthehem, kam pasur disa emisione me Tanush Mulletin, dhe ata mund të ishin të vrarë. Por fatkeqësia është që vazhduesit, fëmijët, niprit e vrasësve të 2 prillit, sot mbajnë peng Shqipërinë. Nuk e di se çfarë pret SPAK ndaj Ramës. Dosjet janë masive.
informacionet pafund nga këtu, nga Amerika. Dhe nuk ka nevojë të hapen shumë transfertat e Abit Bank, Sinaloa me Ganega. Kaq. Precedenti është, mund ta pezullojnë, por fillimisht ta thrasin SPAC, dhe mund ta kenë thritur, mund të jetë marrë dosja këtu. SPAC ka mbështetjen amerikane. Është thënë disa herë që nuk bëjnë përjashtime për asnjë politikan. E keqja më e madhe aktuale është Rama. Një këmban tjetër është dalja e Trump nga NATO. Në qoftë se Trump del nga NATO, dhe pse mund të ketë disa filtra, jo Senati, jo Kongresi, Kosova është në rrezik, Ballkani gjithashtu. Dhe ata që përfitojnë në këtë rast, Moska dhe Pekini, edhe në konfliktin Iran, sepse aleanca e djallëve është Iran, Moskë, Pekin. Moska ka fituar miliona dollar nga shitjet sepse janë hequr sanksionet përkohësisht, ndërkohë që Kina ndihet e sigurt, por ka probleme të brendshme, dje është shkarkuar një antar tjetër Gros, ato spastrimet e mëdha. A logjike u duk shkarkimi i shefit shtabit të ushtrisë amerikane dje nga Hegseth, i cili kërkon që të ketë general që të jenë afër ideve të Trumpit, por generalet betohen përpara kushtetutës, jo përpara mbretit apo presidentit. Sidoqoftë, strukturat janë tronditur. Sistemi politik amerikan është i korruptuar. Pavarësia e Departamentit të Drejtësisë ka qenë garanti, por me Bondin kanë marrë një goditje aq të fortë që duhen vite të rikthehet besueshmëria. Por në atë departament shumë të madh ka njerëz me integritet shumë të lartë. Trump nuk e shkatron dot sistemin amerikan, të krijuar nga burra të zgjuar, founding fathers. Për çastin, Shqipëria duhet mbështes Amerikën. Pamurojnë e NATO-s, Shqipëria është në gjendje të vështirë. Nuk zhvillohet turizmi, nuk zhvillohet ekonomia, mungojnë investimet. Por një Shqipëri me një qeveri socialiste do të ishte një pasqyrë njësoj si me atë qeverinë e majtë socialiste të Spanjës. Edhe Shqipëria meriton të drejtohet ndryshe. Gjithë shpresojnë. Kudo në Shqipëri.